nga dyert jo, por nga dritarët. Në këtë formë dyshohet se hajna të futën në njërën nga këto banesa në rrugën Cendogolli në Ferizaj. Fillimisht hajdutët dyshohet se e thyen dritaren para se të futeshin brenda. E gjatë qëndrimit brenda banesës i demoluan edhe dhomat. Ndërsa nga këtu nuk dolën duar thot. Kjo është ju pronarin që të hënë rastin të përreqes në policinë e Kosovës, ndërsa i njëjti nuk pranoi të flasë para kamerës. Viktima mashkull shqiptar ka raportuar se personat të panjohur kanë deportuar me forcë në banesën e tij ku ishin demoluar dhomat dhe kishin vjedhur para të gatshme dhe stoli ari. Vlera e përgjithshme e dëmit sipas viktimës është 10.000 euro. Për kjo banesë në këtë kompleks nuk ishte e vetmja që në 24 orët të fundit ishte cak i vjedhjeve. Përveç këtij rasti, hajna depërtuan edhe në një banesë tjetër në të njëjtin objekt banimi, mirë po që pronari i saj gjendej jashtë vendit. E edhe këtë rast është duke hetuar edhe policia e Kosovës si vjedhje të rëndë. Viktima mashkull shqiptar ka raportuar se personat të panjohur me forcë kanë deportuar në banesën e tij ku kanë demoluar dhomat dhe kanë vjedhur stoli ari me vlerë 6.000 euro. Për të dy këto raste nga policia e Kosovës nuk ka ende një të arrestuar. Ndërkohë një rast i ngjashëm i vjedhjes është raportuar edhe në Klinj ku një personi janë vjedhur para të gatshme stoli ari si dhe një armë leje.